Kulmi shpirtëror i Ramazanit konsiderohet nata e Kadrit, e cila përfaqëson përvjetorin e zbritjes së Kuranit. Në aspektin e dukshëm adhurimor, një besimtar duhet që në këto net të fundit të muajit Ramazanit të shtojë adhurimet, të shtojë lutjet dhe të shtojë angazhimin me Kuranin. Ndërsa në një aspekt më të brendshëm, duhet që besimtari, ndërsa kërkon nga Allahu, ai duhet që të marrë vendimin që të jetë më i drejtë në jetë, të jetë më i përkushtuar, të jetë më i vërtetshëm, të jetë më i njerëzishëm. Prandaj miq, përpara se të filloni të luteni dhe të thoni Allahut: "O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua", pastroni një herë zemrën nga çdo urrëtie, nga smira, nga xhelozia dhe nga armiqësitë, dhe pastaj lutuni. Natyrisht këto nuk janë gjëra që ndodhin tak fap, por ti vendose me niyet, merre vendimin në zemër që ti jesh i drejtë, që ti shndrosh fjalës, që të mos përçmosh kënd, që të mos lëndosh kënd, që të mos përgojosh kënd, që të mos cënosh nderin, mallin apo pronën e tjetërkujt, që të mos i bësh padrejtësi askujt, që ti jesh përkrahas dhe ndihmues ndaj njerëzve, që të duash për të tjerën pra atë që ti do për veten tënde. Ti e vendose në zemër dhe më pas kërkoj Allahut që të ndihmoj ta përmbushësh zotimin tënd. Kjo pra do të thotë që të kërkosh me vetdije dhe vigjilencë natën e Kadrit. Duke ndihmuar tani, le të përmendim konkretisht disa gjëra që të bëjmë natën e Kadrit, ose më saktë këto net të ngelura nga muaji i Ramazanit. Pas namazit të Yasis dhe teravive, ne mund të lexojmë Kur'an dhe të bëjmë dua për vete, për të afërmit, për besimtarët, edhe për mbar njerëzimin madje. Mund të falim namaz nafile. Mos harrojmë që kur të bëjmë dua, përveç se duhet që të lavdërojmë dhe falenderojmë Allahun në fillim të duas, dhe më pas të bëjmë salavate për profetin a.s. Një mënyrë e mirë është që të lutemi me duat apo me lutjet e njerëzve të mëdhenj. Të kërkojmë nga Allahu gjërat që ata kanë kërkuar. Si për shembull, profeti Muhammed a.s. na mëson që të lutemi Allahu duke i thënë: "O Allah, më jep mua ato që të ka kërkuar i dashuri yt dhe profeti yt, Muhamedi a.s. Dhe kërkoj mbrojtjen tënde nga gjërat që ka kërkuar mbrojtje i dashuri yt dhe profeti yt, Muhamedi a.s. Por, edhe nëse në këto net s'mund të bësh në një adhurim tjetër, për shembull ta zëm se nuk di akoma të lexosh Kur'an, apo je nga ata që nuk di ende të falesh, atëherë të paktën bëj vetëm këtë gjë. Ulu me sinqeritet përpara Zotit tënd dhe fol me të. Ai dëgjon gjithçka. Kërkoj atij udhëzim. Drejtoju atij këto net me këtë lutje që na ka mësuar profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah,